Meditim për kohën e Kreshmës, e diela e dytë e Kreshmës. Shndrimi, një pas shijim I lavdisë dhe ftesë për dëgjim. Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju përshëndes sërish unë Nora Ukaj në këtë ditë të shenjtës së dielës së dytë të Kreshmës. Kemi kaluar një javë të mbushur me reflektim mbi lutjen, sakrificën, shërbimin, vuajtjen e Krishtit, si dhe mbi rolin e Marisë. Sot, ndryshe nga ditët e kaluara, Ungjilli na sjell një dritë më të fuqishme dhe ngushëlluese, shndrimin e Jezusit në malin Tabor. Pikrisht kjo ngjarje është një oazë shprehëse në mes të udhëtimit ton kreshmor, duke na e treguar më qartë lavdinë që na pret. Për sot, le të dëgjojmë pjesën nga Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, vargjet 28 deri 36, ku përshkruhet shpërfytyrimi apo shndrimi I Jezusit. Rreth 8 ditë pas këtyre predikimeve, Jezusi mori me vete Pjetrin, Gjonin dhe Jakobin e u ngjit në mal për të lutur. Ndërsa po lutej, fytyra ju shndrua e petkat ju bën të bardha e të shndritshme si vetëtima. Dhe ja, 2 njerëz po bisedonin me të. Ishin Mojsiu dhe Elia. Ata u dukën të rrethuar me lavdi, e bisedonin me të për kalimin e tij nga kjo jetë që do ta bënte së shpejti në Jeruzalem. Pjetrin dhe shokët e tij I kishte lodhur gjumi, por qëndruan zgjuar dhe e pan lavdinë e tij dhe ata 2 burra që po qëndronin me të. Dhe ndërsa ata po ndaheshin prej tij, Pjetri I tha Jezusit: Mësues, është mirë për ne të qëndrojmë këtu. Po bëjmë 3 tenda, një për ty, një për Mojsiun e një për Elin. Nuk dinte ç'të thoshte. Ndërsa ky ende po fliste, ra një re dhe I mbuloi me hijen e vet. Kur hyn në re, nxënësit I kapi frika. Prej res u dëgjua një zë: Ky është biri im, I zgjedhuri, atë dëgjojeni. Ndërsa ky zë po jehonte, Jezusi mbeti vetëm. Nxënësit heshtën dhe ndër ato ditë si treguan askujt çka kishin parë. Të dashur dëgjues, shndrimi është një ngjarje e jashtëzakonshme në jetën e Jezusit, por është edhe një moment kyç për dishepujt, pra për nxënësit e tij. Në mes të udhëtimit të tij toksor, Jezusi u tregon 3 dishepujve të tij lavdinë e tij hyjnore. Kjo nuk ishte thjesht një mrekulli, por një parashijim I ringjalljes dhe I lavdisë me të cilat ai do të kurorëzohej pas mundimeve të tij. Ky veprim I tij ndihmoi shumë për forcimin e dishepujve që do të përballeshin me shumë sprova në të ardhmen. Për ne, shndrimi në mes të Kreshmës jep një mesazh të thellë shprehëse. Kreshma është një kohë sakrifice, pendese dhe vetmohimi. Nganjëherë mund të ndihemi të lodhur, të shkurajuar ose mund të pyesim veten mbi kuptimin e vërtetë të këtyre privimeve apo të këtyre heqjeve dorë. Ungjilli I sotëm na kujton se përtej vuajtjes, përtej kryqit ekziston lavdia.
Pikrisht Kreshma është udha drejt Pashkës e përpasoj edhe drejt ringjalljes. Zëri prej reve na jep një urdhër të qartë. Ky është biri im i zgjedhuri, atë dëgjoni. Dëgjimi i Zotit është thelbësor në udhëtimin tonë shpirtëror. Në këtë kohë të Kreshmës, kur përpiqemi që të largohemi nga zhurmat e botës, ky urdhër bëhet edhe më i rëndësishëm. Le ta pyesim pak veten, të dashur dëgjues. A jemi ne vërtet të gatshëm që ta dëgjojmë Zotin? A e lëm fjalën e Tij që të na udhëheqë në jetën tonë? Ashtu si dishepujt, edhe ne shpesh bijem në gjumë shpirtëror, duke humbur momentet e lavdisë dhe të pranisë hyjnore. Pjetri në entuziazmin e tij dëshiron ta ndalë kohën, të ndërtoj çadra dhe të qëndroj në këtë lavdi. Por Jezusi e dinte se rruga e vërtet ishte ajo e kryqit, sepse lavdia nuk mund të ndahet nga vuajtja. Shndrrimi na tregon se vuajtja nuk është fundi, përkundrazi, është një shteg kalem drejt lavdisë. Ai, pra shndrrimi, na jep një vizion të qartë të asaj që jemi të thirrur të bëhemi, të shkëlqejmë në lavdinë e Zotit. Kjo shpresë duhet të na jap forcë për të vazhduar me vendosmëri agjërimin, lutjen dhe veprat e dashurisë gjatë Kreshmës. Le ta shfrytëzojmë këtë të diel për të dëgjuar më thellë zërin e Zotit dhe për ta mbajtur në zemër premtimin e lavdisë së Tij. Kreshma është një kohë shndrrimi, kur ne jemi të thirrur që të shndrohemi, duke u bërë më shumë të ngjashëm me Krishtin. Të lutemi së bashku. O Jezus, Ti që na zbulove tendën në malin e shndrimit, na forco në udhëtimin ton kreshmor, na ndihmo që ta dëgjojmë zërin Tënd dhe që të ndjekim vullnetin Tënd, edhe kur rruga është e vështirë. Na jep shpresën e lavdisë së ardhshme që na pret, dhe na bëj të denjë që të shkëlqejmë dritën Tënde, Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë javë të dytë të Kreshmës, ju ftoj që të merrni një vendim për ta dëgjuar më me vëmendje Zotin. Mund të vendosni që ta ndani veç mas pak kohë çdo ditë për të lexuar fjalën e Zotit, ose mund të vendosni që të përpiqeni për të qenë më të heshtur dhe më të vëmendshëm ndaj zërit të ndërgjegjës suaj. Kërkoni lavdinë e Zotit në jetën tuaj të përditshme dhe le të jetë kjo lavdi burimi i forcës suaj për të ecur përpara. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë javë të dytë të Kreshmës. Ju presim nesër për meditimin e radhës. Kudo qofshi, hiri i Zotit qoftë me ju.